Allahu nuk ka lindur. Të nderuar vëllezër, sigurisht të gjithë jemi në dieni se tash është fundi i vitit, tash na vijnë disa festa, thuaj krishtere, pagane, festa që çdo popull pa besimtar i adreson vetes së tij. Të jemi të kujdesshëm sepse ne jemi musliman dhe e kemi potencuar çdo herë dhe themi çdo herë se muslimanët i kanë vetëm di festa. Ajo është festa e Fitr Bayramit dhe festa e Kurban Bayramit. Çdo festë tjetër nuk na përket neve. Dhe ne duhet të jemi rigoroz në këtë pikë. Mos lejojmë që të ndikohemi nga të tjerët, po ne të bëhemi të atill që ata të na marrin lakmin ne. Të tregojmë vetes dhe familjarëve tonë se ne si muslimanë i kemi vetëm di festa. Vëllezër të nderuar, si ka mundësi besimtari tërë vitin e lexon surën Al-Ikhlas dhe lexon fjalën e Allahut lem yalid, Allahu nuk ka lindur. Dhe vjen një natë dhe çot muslimani dhe feston atë që e festojnë ata duke pretenduar për lindjen e Allahut azza wa jall. Vëllezër të nderuar, ne jemi njerëz, nuk ka dyshim, dhe ne gabojmë. Mirë, po besimtari do të merr evidencë, do të merr shënime për çdo ditë, për gjunahet, për çdo muaj, për çdo vit, për gjunahet të cilat i bën.